نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, salavat dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen dhe shokët e tij. Tema e parë që do të flasim inshallah në Riyadhus Salihin është hadithi innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat, me të vërtetë veprat vlerësohen sipas niyetit. An Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam, transmetohet nga emiri i besimtarëve Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu të këtë thënë, e kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wasallam duke thënë innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Me të vërtetë veprat vlerësohen sipas niyetit. Wa innama likulli imrin ma nawa, e çdo kush çka do të vepron për ato do të shpërblehet. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, kush bën hijret për Allahun dhe të dërguarin e tij, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Atëherë hijreti është për Allahun dhe të dërguarin e tij. Wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha, kush bën hijret për të martuar apo për auli mërëtin yunkihuha, pra kush bën hijret për shkak të interesit të kësaj dunjaje, apo për ndonjë martesë, fe hijratuhu ila ma hajara ilay. Atëherë hijreti është për të, është për atë çështje. Nawawi rahimahullah Riyadhus Salihin e ka filluar këtë hadith, librin e tij me këtë hadith. Po ashtu shumë dietarë fillojnë me këtë hadith. Çfarë nën kupton kjo? Nën kupton kjo që mësimet, ligjëratat, botimet, shkrimet bëhen për Allahun subhanahu wa ta'ala. Pra, çdo vepër që bëhet, duhet të bëhet për hir të Allahut. Pra, innamal a'malu binniyat, veprat vlerësohen te Allahu sipas niyetit, sipas qëllimit. Dhe e përmend Sheikh Uthaymin rahimahullah këto dy shprehje, veprat vlerësohen sipas niyetit, pastaj vjen më një herë fjala tjetër, e kush do çka do të veproj, ai do ta merr atë shpërblimin për të. Innama likulli imrin ma nawa. Pra, njeriu çka do të veproj, do ta merr shpërblimin për atë që ka bërë. Disa dietarë thonë ka të dy shprehje të njëjtë, mirë po, Sheikh Uthaymin e përmend se këtu janë dy shprehje që japin dy kuptime. Pra, e para na qartëson pejgamberi alayhi salatu wasallam si veprat vlerësohen sipas niyetit. E dyta na qartëson se kush do të veproj, çka do të veproj, do të shpërblehet për ato. Dhe pastaj ka qartësuar hijretin. Hijreti është prej çështjeve më madhore në Islam. Me bo hijret, me lëshu vendin tonë. Çka do të thonë hijra? Pastaj Sheikh Uthaymin e afri do vi dhe përmend se hijret janë 3 lloj hijra, 3 lloj bojkotime. 3 lloj distancime, më u distancu nga vendi, nga gjunohet, nga vepra dhe nga njeriu. Dhe nga vendi është hijra, ajo që ka njihet tërku biladil kufar, me praktis vendin e kufrit, ku nuk mundesh me praktiku ritualet e islamit. Për shembull, hijreti është obligativ për njerëz të cilët jetojnë në perëndim, në vendin e cilat nuk mundet më thirrë ezani. Momentin që nuk ka mundësi thirrje ezani, aty do të thonë obligohesh me praktikë atë vend. Hijra, me bo hijret. Dhe çështja e hijretit është një çështje më serioze në Islam. Sepse Allahu subhanahu wa ta'ala ka zbrit ajet që i ka çortuar ata që nuk kanë bo hijret. Alam takun ardullahi wasi'a. A nuk është toka Allahut të gjerë, pra s'ka justifikim robi. Nëse njeriu bën hijret në vend ku mundet me praktiku fenë, por shkon në vend tjetër ku është feja më e fortë, atëherë kjo është e preferuar. Kjo është e preferuar dhe vepër e dashur. Por obligative është pra me bo hijre vendin e pabesimtarëve. Pastaj Sheikh Uthaymin në shpejtësi në F3 për përmendim
ata të cilët e vizitojnë vendet e kufrit, ata duhet i kenë tri kushte. E para thot, duhet të pajisen me dituri, me dituri që të mbrohen nga dyshimet. Pra njeriu i cili don me udhëtu në vendet pabesimtarëve, don me vizitu, duhet pajiset me tri çështje, por t'i ketë dy armë kryesore. Arma kryesore duhet jetë i ditur, ilmun. Pra njeriu duhet të ketë dije që të mbrohet nga dyshimet. Kjo është arma e besimtarit, el ilmu shar'i, pra dituria, njohuri që të mbrohesh nga dyshimet e pabesimtarëve. Pra nëse një njeriu musliman udhton, edhe pse mund të jetë i devotshëm, por nëse s'ka dije, takohet me pabesimtar, shexhana, domethënë, sa njerëz i mashtrojnë, domethënë, bukuritë e dunjas, pastaj si kanë punu, si kanë ecë, si kanë teknologjinë, dunja mund të mashtrohet. Pra ilmun yudfa'u bihi ash-shubuhat, e dyta thot shehu, Allahu më shëroft, e dyta duhet me qenë arma kryesore me pas devotshmëri. Pra njeriu mund ta ketë dije, por nuk mund ta ketë devotshmëri. Nëse njeriu është i pajisur me devotshmëri dhe mbrohet, atëherë ka frikën Allahut dhe kur udhton vendet pabesimtarëve largohet, pra sepse mund bien zina, mund bien alkool, mund bëhen vepra. Dhe e treta, në vendet pabesimtarëve thotë Sheikh Uthaymin rahimullah shkohet vetëm për arsye, siç është mund të kesh ndonjë interes për tregti dhe kthehesh, apo ndonjë smundje ku nuk në shtetin musliman nuk ka mundësi shërimi i asaj smundje, apo për ndonjë nevojë tjetër. Pra kjo është hijra nga vendi. Pastaj e përmend Sheikh Uthaymini me bo hijret nga gjunahet. El-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal-muhajiru man hajara ilayhi. Ma harama Allah alayhi. Muslimani është ai i cili të tjerë janë sikur nga dora dhe gjuha e tij, ndërsa muhajir, ai që është muhajir, pra migrues i vërtet është ai që largohet nga ajo që ka bëu Allah i haram. Pra, sikur njeriu që largohet prej vendit keq, njeriu duhet të largohet nga veprat e këqija. Njeriu duhet të largohet nga veprat e këqija. Dhe e treta mund distancun nga njeriu, për shembull tregti, shitblerje, është mashtrues, është njëri që bën tregti në mënyrë të ndaluar, merret me kamate, merret. Pastaj Sheikh Uthaymin e përmendet ato që nuk fal namazin, duhet me pas kujdes. Pra shoqërinë që nëse janë shoqëri që nuk apo tallen me Allahun, apo nuk falin namazin, apo ta dëmtojnë fen ty dhe këtu kthehet te dobia. Jo çdo njeri që nuk falet, se si ti thrasim nga njerëz për me udhëzu, ne duhet të afrohemi, mirë po kur e kupton një njeri që është arrogant, kokfor dhe nuk ka haj për ti, atë njeriu duhet të ruajë fenë e tij. Ashtu siç tregti. Pra, nëse një njeri që ka biznes të mirë ecë dhe e dëmtohet nga dikush në tregti, ai largohet më njëherë. Më njëherë largohesh momentin kur nuk ki fitim prej tij, nuk ki dobi prej tij. Dhe një dobi për të fundit dhe me këtë mbyllim, Sheikh Uthaymini thotë, ky hadith veprat vlerësohen sipas njëjtit. Veprat vlerësohen sipas njëjtit është mizani peshore e veprave të brendshme. Ashtu siç është hadithi Aishës, peshore veprave të jashtme. Cili është hadithi? Pejgamberi alayhis salam ka thënë, kush e bën një vepër në Islam që s'ka bazë sunet, është e refuzuar. Ti sot që e ke niyetin e mirë, mirë po e kundërshton rregullin e fesë, ajo vepër nuk pranohet. Pra, nuk pranohet. Dikush tash don me fillu Ramazan, masi e kem falë saban, nuk e pranon Allah azza wa jalla. Është e kot, lodhë kot. Ne themi, ty nuk ta pranon Allahu subhanahu wa taala. Pse? Sepse s'ka bazë në sunetin e pejgamberit alayhis salam. Ose dhikrin ne mas farzi me po hajt ta bojmë pak para farzi. Këto nuk e pranon Allahu subhanahu. Pse? Ka thonë pejgamberi alayhis salam, çdo vepër që nuk përkon me sunetin tonë është e refuzuar. E ka qartësu. Pra ky hadith është bazë, është peshore e veprave të jashtme, ndërsa hadithi i Omerit radhiyallahu anhu është peshore e veprave të brendshme. Pra, e kanë filluar dietarët këtë hadith Newawiu dhe shumë dietarë tjerë fillojnë librat e tyre me përmendjen e hadithit veprat vlerësohen sipas njëjtit, sepse njeriu duhet të jetë i sinqert para Allahut subhanahu wa taala. Duhet me qenë i sinqert në çdo vepër që bën. Ligjëratat që i marr, derset, prezantimet, gjitha ato duhet me qenë i pastër me sinqeritetin që ki para Allahut subhanahu wa taala. Kjo ishte wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad.